Mirë se vini në puntatën e radhës të podcastit Përshtjellim. Sot kam nderin të kem në studio një nga politologët më të njohur, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Adrin Urallarin, i cili është gjithashtu një mik i vjetër dhe është për ndarë sot me ne një perspektivë të zhvillimeve politike dhe gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor, zhvillimet më të fundit në botë dhe natyrisht ato që prekin në xhepat e shqiptarëve, që është ekonomia. Mirë se vini. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën dhe për gëzime për podcastin. Më në fund dikush i bën një podcast që dhe ka truhet, jo vetëm famë. Kështu që jam fans që ditët e para e ndjekjes së podcastit, sepse e di që bëhen edhe pyetje të mençura dhe diskutim më i thellë se sa komentimi i zakonshëm i lajmeve të ditës. Shumë faleminderit Adri. Unë doja ta filloja në fakt me diçka që ti e ke fort për zemër, të ke qenë promotor i këtyre ideve dhe në Shqipëri, dhe në Kosovë, dhe në Maqedoninë e Veriut, pra në Ballkanin Perëndimor, që janë idet liberale, apo më sakt idet liberale klasike. Sakt. Për të bërë. Po, se njerëzit nga e quajnë liberale, marrin me përdalje edhe kështu me libertine, po, se ka një devijim të bisedës, po. Mund ta thoni diçka më shumë lidhje me këtë rrugtim tuaj? Pse i përqafot këto ide në krye të herës, si sollët këto ide në Shqipëri, si ndikoi kjo pastaj politikisht, qoftë në rrugtimin tuaj individual, qoftë për sa i përket Partisë Demokratike ku keni kontribuar në atë kohë? Është shumë interesante që ma bën të pyetje dhe më duket pak si veteran me fol se u bën shumë vite. Por unë ka pasur ka qenë shumë kontekstuale, edhe shumë gjysmë aksidentale ekspozimin ndaj këtyre ideve dhe vlerave. Kur isha unë student në fund viteve 90, pra në 97 kam ardhur me studiu në Tiranë, ishin pak vendet ku mund të uleshe e të lexoje libra e studioje tamam, dhe unë kisha gjetur USIS, që tani është ndërprerë si agjenci amerikane, që është United States Information Service. Dhe ata kanë pasur dhe ka qenë një American Reading Room tek rektorati. Dhe ato ishin vende shumë cilësore, me kondicioner, kishin të paktën vende që mund të përdorje shtypin e ditës, mediumet e fundit, botimet e fundit. Dhe duke ardhur dhe duke i përdorur ato si vende ku mund të studioja, të lexoja, të përgatitesha për provime, në atë kohë merja dhe libra hua, me sfikus të thuash edhe antarësinë. Edhe fatmirësisht i roli i kësaj agjencie së kohë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjithë vendet e tranzicionit ka qenë për të promovuar idetë e liberalizmit, e kapitalizmit klasik, e sundimit të ligjit, e demokracisë, e drejtave të njerëzit, dhe në farë mënyrë u ekspozova ndaj këtyre librave. Që ishin të pranishëm aty. Dhe një ndër librit kryesor që ende më ka shokuar ka qenë Free to Choose i Milton Friedman, u bëra fan si madh i tij, dhe pastaj ka qenë Road to Serfdom. Madje ai shumë fan si Milton Friedman, se unë kam qenë përkthyesi i parë i Milton Friedman në 2005-ën, librit Kapitalizmi dhe Liria. Por ai që ndodhi tjetër në përvojën time ishte që ndoqja edhe një klasë që ishte fakultative në Universitetin e Tiranës, që ishte historia e doktrinave ekonomike. Ku aty e kuptova pak më qartë çfarë ndodhte, edhe hyra, edhe pse ishte sfera ime, hyra pak në mendim ekonomik, dhe pata i përvoj personale interesante ku ngeca, ashtu rastësisht me një kompani kërkimit naftës në zonën e Beratit, ajo që kanë nxjerrë dhe shpiragun e famshëm, me naftë më të mirë në botë sipas kryeministrit, dhe unë punova me kompaninë kërkimit naftë aty, ata më kapën mua në Berat, meqense unë flisja disa gjuhë të huaja, dhe aty kishte grupime të ndryshme, kishte fëngjisht folës ishin helikopterët, italianët që punonin me sondat në male ishin italisht folës. Unë e flisja relativisht mirë anglisht, kisha pasur fatin e mirë që të kisha një mësues të korpusit të paqes amerikan në gjimnaz, dhe isha perfeksionuar anglishtën në moshë të hershme. Atë ngeca si përkthyes, pastaj punova në staf aty etj më radhë. Pra, jo vetëm nga ana teorike unë u frymëzova, por edhe nga ana praktike e pash që një kompani, korporate madhe amerikane, ka një sens të jashtëzakonshëm të meritokracisë, edhe të motivimit. Dhe unë nisa si përkthyes, edhe kur përfundova punën aty, isha koordinator i 16 vetave staf, edhe pse isha vetëm 19 vjeç. Sepse aty të linë mundësi për të evoluar. Pra unë kjo që thua ajo dashuria ime me këto vlera liberale. Ju e gjetët Amerikën në Shqipëri si para. Saktësisht. Edhe domethënë ishte një situatë ku aty kishte në atë kompani të madhe, e cila quhej Western Geophysical, dhe që ishte subkontraktuar nga Oksidentali, që ka pas kontratën e parë në Shqipëri, për kërkim nafte edhe në det, përveç në të zonën e Shpirakut. Ajo kompani kishte 300 veta që punonin, në cilën 100 ishin të huaj, dhe në cilën janë 13-14 ishin stafi përgjegjës.
Edhe unë si një çuna kështu, një mshtak aty, më jepi vetëm për faktin që kisha treguar me rendimente, me këngulje, me përkushtim, edhe isha avancuar, më jepi mundësia me nejt aty. Sa ndikoi Britania më pas dhe Universiteti Cambridge-it? Ai që ndodhi është interesante sepse unë duke pasur të lloj fascinimi, u ktheva, humba një vit shkolle, u ktheva në Tiranë dhe nuk humba rast pasaj për të gërmuar e për të shkuar për seminare, konferenca për trajnime liberale. Kam shkuar në shumë prej tyre, përveç se shkollimeve klasik, po edhe shkuar në shkolla verore dhe në seminare të ndryshme, po i piketoja këto që ishin liberale. Dhe kur shkova në Angli, pastaj gjën e parë që bëra, shkova 2002 në Cambridge dhe mandej në 2003 në LSE, unë shkova u antarsova në shoqatën e Hayekut. Hayek Society. Në LSE për shembull Hayek Society ishte shumë e fortë, sepse Hayeku edhe kishte edhe mësim në LSE. Dhe aq shumë isha frymëzuar sa shkova dhe bëra dhe internship në një think tank libertarian ose liberal klasik, që është Institute of Colombian Affairs, që është instituti i themeluar nga Thatcher. Kështu që në këtë aspekt u infektova, por dhe u inkorporova, u integrova në këtë hapësirë ose ekosistem. Për të ngacmuar pak, domethënë shqyet edhe për diçka tjetër, po fabianizmin dhe për lajmin sot apo nga marksizmin. Ata të themeluar nga të majtë sindikalist, edhe nga mendimi edhe për ashtu. Absolutisht. Kjo e bën të shoqat edhe më të fortë, sepse këta ishin situash edhe u ekspozova faktikisht, për shembull kur isha në Cambridge, profesoresha që ishte edhe drejtuesja e tezës sime të masterit në 2002-2003 në Cambridge, bëja MPhil atje. Më ngacmonte gjithmonë, se shikonte që unë kisha të deli libertariane, më ngacmonte, thoshte Adri, thoshte për shembull, ne ishim në një sallë aty, që ishte salla e Keynesit, se Keynesi kishte dhënë mësim aty. Edhe salla që e Keynesit. Edhe gjithmonë më ngacmonte. Edhe atë në komunitet të vogël të shkollës edhe departamentit të studimeve europiane dhe qendrën e studimeve marrëdhënie ndërkombëtare ku unë isha pjesë, më piketonin, më ngacmonin gjithmonë. Sa herë që vinte Daniel Yergin për shembull, që është një ndër mendimtarët më të mëdhenj të politikës së energjisë, më thrisi mua në mënyrë veçantë se nuk kemi gjithë majt, kemi edhe një sipër Adrit. Edhe aty më sidosh më piketuan edhe më ngacmonin kështu në mënyrë shumë simpatike, që isha dikush një farë rebeli libertarian edhe aty. Pra kështu e kam shijuar, edhe gjën e parë madje kam mbaruar ende këtë research fellowship që bëra në LSE pas masterit në Cambridge. Unë themelova në mars të 2023-shit. 2003 në fal, sa vite. 2003 themelova shoqatën dhe me objektiv dhe mendjen që kur të kthehesha do bëja një gjë. Sepse ashtu sikurse më rastisi të përfshirësha në reading clubs edhe në lexime brenda në Angli, të shkova në think tank, 1-2-3 herë që kam kontribuar në OPEC, që ka për think tanku ku isha pjesë, po që u botuan të Scotsman, u botuan të Daily Telegraph, ato që kisha botuar edhe që kisha shkruar unë për rrugën time të internshipit atje. Dhe kështu ishte objektivi. Pra në farë mënyrë u bë një lloj misioni im kjo gjë që të isha një libertarian i pakorrigjueshëm. Edhe një pyetje në lidhje me eksperiencën tuaj angleze. A mendoni që është rastësia apo si mund ta shpjegoni faktin që Britania e Madhe apo Mbretëria e Bashkuar është një lloj Mekka apo Jeruzalemi i mendimit ekonomik. Pra flas këtu për shkollën klasike, Adam Smithin, Ricardon, ju përmendët Keynesin, natyrisht Hayeku ka zhvilluar pjesën më të madhe të përmbledhjes së tij pikërisht në Londër. Pra pse ekonomistët mund të ndejnë botror e marrin frymëzimin? Po sepse qendra më të rëndësishme akademike botrore kanë qenë në Angli. Dhe ishin dhe plus liria, demokracia, fakti që brenda Evropës Britania e Madhe ngelje vetmja si stoike, si një, po themi, bunker i liberalizmit dhe demokracisë, dhe nuk u tundua nga tendencat e mes dy luftrave autoritariste, diktatoriale, sepse gjithë Evropa u infektua. Domethënë edhe vendet që pastaj ngelën viktima të fashizmit, ato kishin tendenca fashiste. Domethënë edhe u pushtua Polonia, u pushtua Greqia, po ato vetë kishin regjime autokratike. Pra u pushtua Franca, po ato kishin tendenca të mëhershme autokratike. Pra në gjithë Evropën, kontinentin mëhershme parlamentare. Jo, absolutisht jo. Klasin gjithë kontinentin, sepse mund të përmes edhe Gjermanin. Edhe Gjermania ka qenë një oazë i mendimit ekonomik, i mendimit të lirisë, i bindjeve, dhe Austria po ashtu, që ka krijuar shkollën e vet. Pra ajo që ndodhi në Evropë që i dha privilegj Anglisë, ishte fakti që si thua sundimi kjo lloj kanceri i autoritarizmit, i diktaturës, i fashizmit dhe komunizmit që u prap anë mban Evropës. Pati imunitet në Angli dhe nuk i fitoi Anglinë. Dhe prandaj elitat më të avancuara akademike që nuhatën të parat
që po ndodhte në kontinentin e tyre, gjetën streh në Angli. Dhe faktikisht, kjo ka qenë edhe, si thua, një ndër edhe fat, si thua, faktikisht ka qenë fat i Anglisë, sepse mendimtarët më të mëdhenj të Evropës, të cilët ndjeshin të rrezikuar brenda kontinentit për shkak të fashizmit edhe komunizmit, u streuan ose në Britaninë të Madhe ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por padyshim vlen ajo që theti më herët. Aty është zemra e demokracisë, aty është zemra e liberalizmit, parlamentarizmi, partitë parapolitike, Whig, Tories. Po dhe aspektin ideologjik, domethënë të kufizimit të pushtetit, qoftë me Magna Cartën, qoftë me habeas corpus, qoftë me revolucionin e lavdishëm anglez, që konsolidoi parlamentarizmin, po dhe qoftë mendimtarët, ke John Stuart Mill për aty, ke John Locke, babai, si thua, i mendimit liberalist, kemi Adam Ferguson, kemi Adam Smith, babai i ekonomisë, pra ishte një terren fertil dhe i sigurt që garantonte lirinë akademike dhe pastaj u bë magnet për gjithë ata që ishin rrezikuar në kontinent. Me këtë background profesional natyrisht dhe akademik ju vinit në Anglia, ishit iniciatori kryesor që formuat Institutin Liberal dhe mandej një pjesë juaja, ju dhe kolegët tuaj, krijuat edhe atë shtymën kurizore të themit apo një pjesë të mirë të kopit të Komitetit të Orientimit të Politikave, të cilët ishin një nga faktorët e suksesit 2005 së Partisë Demokratike. Mendoni se ishte një eksperiment suksesi që solli ideologjinë për herë të parë në Shumë e vërtet kjo, edhe Victor Hugo thotë që nuk ka gjë më të fuqishme në botë se sa një ide së cilës si ka ardhur koha, ose është aty në momentin e dur. Dhe në atë shtepsinë e debateve ideologjike të personalizuar, në baltosje personale, ne ishim erdhëm aty si një valë refreskie, njerëz që sapo ishim ekspozuar ndaj vlerave, ideve, por njerëz që kishin parë një farë shkollimi solid perëndimor. Dhe pra mënyrë shoqëria e kohës kërkonte debate përmbajtësore, se ishin të lodhur nga balta. Partia Demokratike dhe zoti Berisha së kohë kishte një farë reflektimi personal që me vazhdu me gjuhën e rrugës e protestave, ishte periudha e 2000-2002, ishte jo e dobishme, nuk solli nivele të mëdha, kështu që ishte një lloj urrëtuan yjet siç duhej. Domethënë ishte një kontekst i mirë, ishte një kontekst i favorshëm dhe ishte një fazë ku po ktheheshim ne nga disa studime pak më ndryshe, ishim ekspozuar ndaj Po si shpjegohet Nurellari që 20 e ca vjet më vonë ne nuk kemi arritur ende ato standarde, pra ne duket se ku kemi bërë prapaktheu, qoftë për sa debati parlamentar, qoftë për sa i përket përfaqësimit të ideologjive në debatin publik, qoftë për sa i përket politikave publike etj. Është shumë e vërtet, edhe kjo është një dramë shqiptare, por edhe është studiuar mirë. Domethënë në kuptimin që më fal, edhe përfaqësimi ka degraduar. Absolutisht, aty nuk dal. Ka qenë një studius i 98-s ka folur për ekuilibrin e reformave të lëna në mes. Dhe ai ka vënë në dukje që ka një tendencë në Evropën e tranzicionit ku mbështetësit e investitorët e statu quos nuk janë ata që u dëmtuan për ndryshimit, por ata që përfituan për ndryshimit. Dhe ai vënë në dukje që një teori, po themi, që fitimtari merr gjithçka, ku pikërisht elita që udhhoqën tranzicionin, këto tani nuk donin të çonin reforma deri në fund. Se po të çonin deri në fund, e para njerëz do kishin mundësi me abuzu me pushtetin, pra po të çonin në fund reformat e sundimit të ligjit e demokratizimit, e dyta mund të rrezikoheshin rotacionet. Dhe i lanë në mes, i lanë një lloj limbo institucionale. Dhe kjo është shumë mirë e matshme. Po shikoni për shembull së fundmi kanë dalë të dhënat e Varieties of Democracy, që ti di shumë mirë si akademik, që është një ndër burimet ose mos burimi më autoritativ i demokratizimit në botë sot, por edhe të tjera studime, siç është ajo e njësisë inteligjencës e The Economist, e Freedom House, e vënë në dukje që Shqipëria kishte autokracia elektorale. Sakt. Pra një zonë hibride gri që as nuk është autokraci, as nuk është demokraci funksionale. Dhe ne shikojmë që kemi një kurpë rritje, pra bëshin reformat, edhe ne faktikisht kemi qenë atë fazë, fillim viteve 2000, po pastaj elitat nuk kanë interes të çojnë reformat deri në fund, dhe çfarë bëjnë? As nuk rishqasin në autoritarizëm, se pastaj ballafaqohen me sanksione, dhe as nuk i shtyr reformat më tutje, se pastaj humbasin pushtetin edhe vjen pra përgjegjësisë me pranga për abuzimet. Dhe kanë lënë këtë lloj limbi, dhe kjo duket edhe në studime. Kemi një përmirësim të ndjeshme, ndryshime domethënëse në nivel e demokracisë dhe kemi pastaj një rrafshim në mos përkeqësim, sepse sipas Videmit
unë edhe Brian shkrim për këtë gjë para pak ditësh. Shqipëria ka një përkeqësim. Pra në të 10 vjet, nga 2015 deri në 2025, pa çka se këtu kemi një reklamim të madh të pasaportës evropiane etj. Ne kemi një përkeqësim të zbetë por tregon tendencë. Po, Dhe kjo ka ndodhur. A është kjo për vendet në tranzicion, se u përmendët, sepse duket që vendet në tranzicion disa e kanë kryer ciklin dhe janë bërë demokraci të konsoliduara, Estonia, Slovenia, fjala pia. Ndërkohë që kemi demokraci perëndimore sot që po vuajnë nga shumë simptoma. Dakor, po, që është e vërtetë kjo gjë dhe fatkeqësisht matja e demokracisë ose rrshitja nga standardet e demokracisë është një tendencë globale që po vjet re në shumë vende. Por ne qajmë hallin tonë, me thënë drejtën, edhe sepse në fundit do të kuptuar diçka që ndryshe nga ç'është menduar më para dhe ajo dehja e entuziazmit të rënies komunizmit, fakti që bie komunizmi, nuk do të automatikisht vjen demokracia. Dhe bile është një në librat e mi të preferuar të viteve të fundit e Acemoglu's, nobelistit, i cili e quan këtë korridori ngushtë, që ne kupton që demokracia dhe liria në vetvete janë gjëra shumë të vështira, janë gati aksidente dhe duhen kultivuar jashtëzakonisht, duhet përpjekur. Pra nuk janë gjëra që vinë në automatike. Ai iluzioni jonë që hoqim komunizmin dhe automatikisht do kemi liberalizëm dhe demokraci, është iluzion i cili nuk qëndron. Dhe rastit ynë është që tranzicioni është permanent, që është faktikisht është oksimoron faktikisht, me thënë që tranzicion permanent, por ne nuk kemi, ne jemi në limbo. Mos revolucioni permanent. Po pikërisht. Pra është një farë, po themi, tautologjie në këtë aspekt, por kjo është situata. Dhe neve e vuajmë më së shumti gjë.